Mirëmëngjesit e mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 15 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vijmë në ngjarjet më të rëndësishme të datës 15 mars, do të kthehemi në vitin 44 para erës son. Roma si dridhej toka në hijen e një kamploti madhështor. Jul Cezari, udhëheqësi që kishte sfiduar senatin dhe kishte fituar zemrat e popullit, u tradhtua nga njerëzit më të afërt të tij. Në shkallët e senatit ai u godit për vdekje nga një grup senatorësh, mes të cilëve ndodhej edhe Bruti, djali i tij shpirtëror. Shekuj më vonë, në vitin 1493, një tjetër udhëheqës, këtërherë një eksplorator, prekti tokën europiane pas një udhëtimi që ndryshoi botën. Kristofor Kolombi u kthye në Spanjë pas udhëtimit të tij të parë në botën e re, duke sjellë me vete lajme për toka të panjohura. Në vitin 1917, një tjetër perandori ra, Tsar Nikolaj II i Rusisë, abdikoi thronin pas presionit të madh nga revolucionarët. Fundi i dinastisë Romanov do të çonte një kapitull të ri për Rusinë. Ndërkohë në vitin 1939, bota ndjei ofrimin e luftës teksa Gjermania naziste pushtoi dhe aneksoi Çekin. Ky ishte një hap i rëndësishëm drejt luftës së dytë botërore. Dhe në vitin 2011 në Siri, qytetarët guxuan të ngriheshin kundër regjimit të Bashar al-Assadit. Protestat e tyre të nisura më 15 mars shënuan fillimin e një lufte civile. Por kjo datë ka sjellë gjithashtu dhe njerëz të mëdhenj në histori. Në vitin 1767 në Amerikë lindi Andrew Jackson, i cili më vonë do të bëhej presidenti i Shtatë i Shteteve të Bashkuara. Në një tjetër cep të botës, në vitin 1930 lindi Zhores Alferov, fizikanti rus që më vonë do të fitonte çmimin Nobel për kontributin e tij në fizikë. Në fushën e artit dhe arkëtimit, në vitin 1935 erdhi në jetë Jimmy Swaggart, një predikues dhe muzikant i njohur gospel. Ndërsa në vitin 1975, bota u pasurua me lindjen e aktores së talentuar Eva Longoria. Dhe në vitin 1993, një tjetër yll u lind, Paul Pogba, futbollisti francez që do të bëhet një nga lojtarët më të suksesshëm të gjeneratës së tij. Por po ashtu si çdo datë tjetër, dhe kjo datë shënoi lam të mira të thella në histori dhe në vitin 220 u shua Cao Cao, një nga strategët dhe politikanët më të famshëm të Kinës së lashtë. Në Europën e shekullit 17, në vitin 1673, vdiq Molière, dramaturgu i madh francez i cili e kaloi jetën duke qeshur me ironinë e fatit dhe duke kritikuar hipokrizinë e shoqërisë. Në vitin 1937, bota humbi një tjetër gjeni të letrave, Lovecraft, shkrimtarin që krijoi universin e tmerrshëm të miteve të tij horror. Më vonë në vitin 1975 u largua nga jeta Aristotel Onassis, një nga biznesmenët më të pasur dhe më enigmatik të shekullit 20. Tani u ftet të ndiqni rubrikën e dhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të havjarit. E njohur si një delikatesë luksoze e detit, havjari ka varietete të ndryshme të peshkut. Ngjyra dhe madhësia e tij ndryshojnë në varësi të llojit. Në mënyrë tipike, duket si perla të vogla me ngjyra që variojnë nga e shile zbetë në të zezë. Është një central elektrik ushqyes. Edhe kur shërbehet në sasi të vogla, havjari krenohet me një profil mbreslënës ushqyes. Ai përmban proteina, yndyrna, karbohidrate, vitamin B12, selen, hekur, natrium. Vitamina B12 është thelbësore për zhvillimin dhe funksionimin e sistemit nervor të duhur, si dhe prodhimin e ADN-s dhe qelizave të kuqe të gjakut. Një porcion i vetëm havjar siguron gjithashtu sasi të vogla të kalciumit dhe vitaminave A, D dhe E. Së fundmi, havjari është një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega 3. Ai mund të zvogëlojë shenjat e plakjes së lëkurës. Duke qenë se është i pasur me acide yndyrore omega 3, havjari është studiuar për përfitimet shëndetësore të lëkurës. Një studim i fundit sugjeroi që nga ekstrakti i havjarit mund të stimulojnë apoptocitet ose qelizat yndyrore për të prodhuar adiponektin. Adiponektina është një molekull që përmirëson proceset e shërimit të plakëve dhe antiinflamatore të lëkurës suaj, nxit sintezën e kolagjenit dhe parandalon prishjen e fibrave të kolagjenit.
Për shkak se kolagjeni është i rëndësishëm për strukturën e lëkurës tuaj, studiuesit besojnë se ekstrakti i tij mund të zvoglojë shenjat e plakjes së lëkurës. Mund të përmirësojë trurin dhe shëndetin mendor. Mbajtja e një mendje të shëndetshme është e rëndësishme gjatë gjithë jetës. Acidet yndyrore omega-3 janë element kryesor të membranave qelizore të trurit, që ndihmojnë në luftimin e inflamacionit. Studiuesit kanë spekuluar se reduktimi i inflamacionit në tru mund të zvoglojë rënien e shëndetit mendor që shihet në sëmundjen e Alzheimerit. Për më tepër, studimet kanë zbuluar se njerëzit me depresion shpesh kanë nivele të ulta të acideve yndyrore omega-3, duke sugjeruar se mungesa e kësaj lëndë ushqyese mund të jetë një faktor rreziku për depresionin. Përmirëson sëmundjet e zemrës. Acidet yndyrore omega-3 po përdoren gjithnjë më shumë për të parandaluar dhe menaxhuar faktorët e rrezikut për sëmundjet e zemrës, shkaku kryesor i vdekjeve në SBA. Hulumtimet sugjerojnë se ato përmirësojnë faktorët e rrezikut duke ulur presionin e gjakut. Omega-3 mund zvoglojë rrahjet e zemrës dhe ngushtimin e enjve të gjakut për të ulur presionin e tij. Përmirësimi i niveleve të kolesterolit në gjak. Omega-3 mund të ulë nivelet e trigliceridëve në gjak dhe të rrisë nivelet e kolesterolit të mirë. Parandalimi i grumbullimit të trombociteve. Omega-3 parandalon që trombocitet në gjakun tuaj të grumbullohen së bashku dhe të formojnë piksje, një faktor rreziku për goditje në tru. Si një burim i pasur detar i acideve yndyrore omega-3, havjari mund të sigurojë këto përfitime pa ndikuar negativisht në terapitë standarde të barnave. Mund të mbështesë sistemin tuaj imunitar. Të dy acidet yndyrore omega-3 dhe seleniumi në havjar mund të mbështesin sistemin tuaj imunitar. Së pari, omega-3 redukton inflamacionin dhe rivendosin funksionin pengues të lëkurës, zorve dhe mushkrive të tuaja, që të ndihmojnë në bllokimin e kalimit të baktereve të dëmshme për t'ju mbajtur të shëndetshëm. Ato gjithashtu reduktojnë shënjuesit proinflamator, duke treguar se luftojnë inflamacionin. Gjithashtu ndihmojnë në riparimin e qelizave të bardha të gjakut të dëmtuara, të cilat janë qeliza imune, që ju mbrojnë nga sëmundjet. Së dyti, seleni është rëndësishëm për fidhimin dhe rregullimin e përgjigjeve imune. Hulumtimet tregojnë se rrit prodhimin e antitrupave dhe rrit aktivitetin e makrofagëve, një lloj qelizave të bardha të gjakut, që luftojnë dhe largojnë substancat e dëmshme në trupin tuaj. Për biografinë e sotme do të flasim për Eva Longoria, nga një qytet i vogël në Teksas në jullësinë e Hollywoodit. Një mëngjes pranveror të 15 marsit 1975, në qytetin e vogël Corpus, Texas, lindi një djalë që më vonë do të bëhej një nga figurat më të njohura të Hollywoodit, Eva Jaquel Longoria, e rritur një familje me origjinë meksikane. Eva ishte më e vogla nga 4 motrat e saj dhe shpesh ndjente nevojën për të vërtetuar veten. Pavarësisht se nuk kishte ndërruar fillimisht një karrierë me aktrem, ajo kishte një personalitet të sfikatur dhe një energji të papërmbajtshme që do ta çonte larg. Fëmijërinë e saj e kaloi në një fermë ku mësoi vlerën e punës së palodhur. Pas përfundimit të shkollës së mesme, ajo ndoqi studimet në Teksas, ku diplomua në kinesiologji. Megjithatë, një ditë rrugë po i hapte dyert pas një konkursi bukurie ku u shpall Miss Corpusi. Eva vendosi të provonte fatin në Los Angeles, qytetin e ëndrave dhe të mundësive. Rrugtimi i saj në industrinë e filmit nuk ishte i lehtë. Ajo filloi me role të vogla në seriale televizive, por ishte konkurse dhe e bindur se një ditë do të arrinte majat. Fati buzëqeshi kur mori rolin e Isabel Brana në serialin e njohur The Young and the Restless, një telenovele ndjekur gjerësisht në Amerikë. Ky ishte momenti që e bëri të dallohej në industrinë e argëtimit, por roli që do ta kthente në një ikon të televizionit amerikan erdhi në vitin 2004, ku ajo u bë pjesë e serialit legjendar Desperate Housewives. Interpretimi i saj si Gabrielle Solis, një grua e pasur, empret dhe shpeshherë manipuluese, e bëri të dashur për publikun dhe e vendosi në rradhët e aktorëve më të kërkuara të kohës. Seriali u bë një sukses global dhe i solli Evës jo vetëm famë, por edhe disa nominime dhe çmime prestigjioze. Eva Longoria nuk është vetëm një aktore e talentuar, por edhe një grua e fuqishme që ka përdorur famën e saj për të ndihmuar të tjerët. Ajo ishte një aktiviste e zjarrt për të drejtat e emigrantëve dhe komunitetit latin në SBA, duke themeluar organizatën Eva Longoria Foundation, e cila mbështet edukimin dhe fuqizimin ekonomik të grave meksikano-amerikane.
Përveç angazhimit të saj në kauza sociale, Eva ka provuar veten edhe si producente dhe regjizore. Ajo ka punuar në projekte të ndryshme televizive dhe ka qenë një forcë e madhe në promovimin e përfaqësimit të grave latine në Hollywood. Nuk u ndal as në botën e biznesit. Ajo ka lançuar linjat e saj të produkteve të bukurisë dhe ka hapur restorante të suksesshme. Jeta personale e Evës ka qenë shpeshherë në qendër të vëmendjes. Ajo ka qenë martuar 3 herë, përfshirë një martesë të bujshme me basketbollistin Tony Parker, por në fund gjeti lumturinë pranë biznesmenit Joe Baston, me të cilin ka një djalë. Pavarësisht sfidave, Eva Longoria vazhdon të jetë një figurë e dashur dhe një grua që i frymëzon të tjerët. Do të vjojmë rubrikën kuriozitete dhe sot do të flasim për tetrokromatsin. Shumica e njerëzve janë trikromat, që do të thotë se kanë 3 lloje të recepcioneve të ngjyrave në retinë, një për të dalluar dritën e kuqe, një për jeshilën dhe një për blu. Këto 3 lloje receptorësh kombinojnë informacionin për të krijuar miliona ngjyra të ndryshme, por disa njerëz kanë një aftësi të jashtëzakonshme të quajtur tetrokromatsi, e cila u lejon atyre të shohin deri në 100 milion nuanca ngjyrash, krahasuar me 1 milion që sheh një person mesatar. Kjo ndodh sepse ata kanë një kon të katërt të ndjeshëm të ngjyrave, i cili zgjeron spektrin e perceptimit të tyre vizual. Tetrokromatsia është kryesisht në karakteristikën gjenetike dhe lidhet me kromozomin X. Duke qenë se gratë kanë 2 kromozome X, ato kanë një mundësi më të lartë për të trashëguar këtë mutacion, ndërsa burrat zakonisht kanë vetëm 3 receptorë të ngjyrave. Për këtë arsye, pothuajse të gjithë tetrokromatët janë gra. Shkencëtarët besojnë se një përqindje e vogël e grave, rreth 1% e popullsisë femërore, mund të ketë këtë aftësi, por shumica nuk e kuptojnë sepse jetojnë në një botë ku ngjyrat janë përshtatur për trikromatët. Për shembull, kur një trikromatë sheh një mush për të gjithë të tjerët duket si një e verdhë e zakonshme, ajo mund të dallojë nuanca shtesë të verdhës që të tjerët nuk mund t'i shohin. Njerëzit me tetrokromatsi mund të dallojnë ndryshime të vogla në nuancat e ngjyrave që të tjerët i shohin identike. Disa teste shkencore, si ato që përdorin panele me nuanca shumë të afërta, mund të ndihmojnë për të identifikuar këtë aftësi. Një nga rastet më të famshme të dokumentuara është ai e një artiste australiane, e cila është një tetrokromate e konfirmuar dhe përdor aftësinë e saj për të pikturuar ngjyra që shumica e njerëzve nuk i perceptojnë. Në botën moderne, kjo aftësi nuk është domosdoshmërisht një superfuqi e përdorshme në jetën e përditshme, megjithatë tetrokromatët mund të shkëlqejnë në fusha si arti, dizajni, moda dhe restaurimi i veprave të artit. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 15 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale